2 prilli është dita kur tarifat reciproke të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mallrat e importuar nga pjesa tjetër e botës hyjnë në fuqi, një masë që do të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike globale. Tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës prekin një gamë të gjërmallash, duke përfshirë ato nga Kanadaja dhe Meksika, të cilat do të shtyhen për një muaj. Pjesa tjetër e vendeve do të përballet me një mori çmimesh më të larta, ndërsa një ditë më pas do të hyjë në fuqi tarifa 25% për makinat dhe komponentët e prodhuar jashtë vendit. Një tjetër hap në realizimin e politikave të Trump për të rivendosur dominimin amerikan në sektorin e prodhimit. Kjo është një ngjarje që pritet të ketë ndikim të gjerë në Amerikë dhe në botë. Megjithatë, mbetet e paqartë se si do të reagojnë partnerët tregtar dhe se cilat mund të jenë pasojat për tregtinë globale. Është ende e paqartë nëse Trumpi planifikon të vendosë tarifa individuale për të gjithë partnerët tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tarifa vetëm për disa vende apo do aplikohet një tarifë universale, ndoshta deri në 20% për të gjithë importet. Këshilltarët e Trumpit e mbështesin publikisht agjendën tarifore të Trump, por ata ndryshojnë në qasje dhe shtrirje prapaskenave. Një tarifë universale për 20% e kombinuar me hakmarrje të plotë nga kombet e tjera për mallrat amerikan do të ishte një skenar i rastit më të keq për ekonominë amerikane, ka thënë kryeekonomisti i MUD Mark Zandi. Një stimulim i MUD-it zbuloi se një përshkallëzim i tillë në luftën tregtare do të zhdukte 5.5 milion vende pune dhe do të rriste shkallën e papunësisë në 7% dhe do të bënte që produkti i brendshëm bruto dhe Shtetet e Bashkuara të bjerë në 1.7% nga maja në fund. Nëse do të ndodhë kjo, ne kemi një recesion serioz. Është tmerr për ekonominë, ka thënë Zandi, duke shtuar se si mendon se Trump do të shpallë një regjim tarifor më pak ekstrem për të shmangur një dëm të tillë. Pavarësisht nga ajo që Trump shpall përfundimisht, të gjithë propozimet kanë të ngjarë të jenë historike. Ndërsa presidentët e mëparshëm kanë kërkuar tarifa për çelikun goma të automjetet elektrike dhe mallrat e tjerë, këto veprime nuk janë asgjë më e afërt me ato që Trump po përgatitet të bëjë. Ka shumë mënyra se si mund të ndodhë njoftimi i ditës së shlirimit të Trump. Një ide është që tarifat reciproke do të fillojnë së pari në dirti 15 ose 15% e kombeve në të cilat Shtetet e Bashkuara kanë deficitet më të mëdha tregtare. Kjo ide e sugjeruar nga sekretari i Thesarit do të përfaqësonte një përshkallëzim masiv në luftën tregtare. Megjithatë, detajet thelbësore të njoftimit mbeten të paqarta, duke përfshirë se si do të shkojnë tarifat e larta dhe për të cilat produkte.